Sa i mirë është ndërmjetësi që kërkon falje. Në këtë thënie të mrekullueshme, Imam Aliu thekson vlerën dhe fuqinë e madhe të kërkimit të faljes dhe ndërmjetësimit. Në Kur'an, Allahu thekson rëndësinë e kërkimit të faljes dhe ndërmjetësimit. Në surën Bekare, ajeti 199, Allahu thotë: "Dhe kërkoni falje nga Allahu, vërtet, Allahu është falës dhe mëshirëplot." Ky ajet na inkurajon të kërkojmë falje nga Allahu, duke pranuar mëshirën dhe faljen e tij. Për më tepër, në surën Isra, ajeti 64, Allahu thotë: "E sikur ata, pasi i bën padrejtësi vetes, të vinin tek ti, o Muhammed, dhe të kërkonin falje Allahut, dhe i dërguari të kërkonte falje për ta, ata do ta gjenin Allahun falës dhe mëshirëplot." Ky ajet thekson rëndësinë e kërkimit të ndërmjetësimit nga profeti Muhammed dhe kërkimin e faljes nga Allahu. Thënia e Imam Aliut thekson efektivitetin e kërkimit të faljes dhe ndërmjetësimit. Kur kërkojmë sinqerisht falje për veten ose të tjerët, ne i pranojmë gabimet tona dhe tregojmë për ulësi përpara Allahut. Ky akt i kërkimit të faljes jo vetëm që pastron shpirtrat tanë, por gjithashtu hap dyert e mëshirës dhe faljes nga Allahu. Për më tepër, kërkimi i ndërmjetësimit nga individët e drejtë, siç janë profeti Muhammed dhe Ehli Bejti, është një mjet për të arritur mëshirën dhe faljen e Allahut. Statusi i tyre i lartë dhe afërsia me Allahun i bën ata ndërmjetës të fuqishëm në emrin tonë. Duke kërkuar ndërmjetësimin e tyre, ne tregojmë dashurinë dhe respektin ton për ta, dhe Allahu në mëshirën e tij të pafundme e pranon ndërmjetësimin e tyre. Thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë për ne si musliman që të kërkojmë vazhdimisht falje dhe ndërmjetësim. Ne inkurajon të reflektojmë mbi veprimet tona, të kërkojmë pendim dhe të përpiqemi të përmirësojmë gabimet tona. Gjithashtu, na kujton mëshirën dhe faljen e pamas të Allahut, i cili është gjithmonë i gatshëm të pranojë kërkim falje tona të sinqerta. Duke kërkuar falje dhe ndërmjetësim, ne jo vetëm që pastrojmë shpirtrat tanë, por edhe forcojmë marrëdhënien tonë me Allahun. Është një mjet për të kërkuar kënaqësinë e tij dhe për të arritur mëshirën e tij. Le të përqafojmë si musliman mësimet e Imam Aliut dhe të përpiqemi të jemi midis atyre që kërkojnë falje dhe ndërmjetësim, sepse në të vërtetë është një bekim i madh dhe një rrugë drejt suksesit të përjetshëm. Allahu na udhëzoft të gjithëve në rrugën e drejtë dhe na dhuroft faljen dhe mëshirën e tij.